Të nderuar miq, do të flasim edhe ditën e sotme për konfliktin në lindjen e mesme, po shkojmë drejt javës së parë, që u ka nisur sulmet nga Izraeli, kundërpërgjigja nga Irani dhe tentativat e mundshme që po bëjnë disa shtete, po kryesorja janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë direkte, që kanë nisur bombardues, anije luftarake edhe të tjera pranë Gjirit, në një mundësi reale pra që mundet të përfshihet në këtë konflikt që po tenton ta tërheqë sipas një pjesë analizëve Izraeli për t'u përgjigjur Iranit një herë e përgjithmonë, ndërkohë që nga Donald Trump ende nuk kemi një përgjigje përfundimtare. Por ne ditën e sotme do të zhvillojmë një bisedë ndryshe për ta trajtuar këtë çështje, pra këtë konflikt në një këndvështrim tjetër, jo mbi kryesor për atë që po ndodh sot atje, por si ka rënjët, si ka filluar, edhe duke nisur nga e shkuara, si mundet të përfundojë, do kemi një përfundim të shpejtë të këtij konflikti, apo do të vazhdoj i ngrirë kështu. Për këtë, pra do të flasim me zotin Fatmir Gashi, do të shkojmë në Zvicër. Zoti Gashi është profesor arsimtar, studiues, njohës i teologjisë me dokumenta dhe fakte bazuar mbi letra, pra jo mbi gjykime mbi gjykime të ftohta, jo emocionale. Zoti Gashi, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje zoti Balla dhe ju falenderoj për ftesën dhe shpresoj që të kontribuojmë edhe të publiku shqiptar, pra është hera parë që në një platformë mediale marr pjesë para publikut shqiptar. Në Shqipëri e kanë. Faleminderit ju për kohën. Zoti Gashi, pyetja është e para, çfarë po ndodh, kjo që po ndodh atje, e prisni që të vinte në këtë mënyrë kaq shpejt? Së pari dhe së dyti, ku i ka rënjët që mund gjejmë dhe përfundimin pastaj të kësaj që është turbulluar? Tani kjo që po ndodh është jashtëzakonisht e tmerrshme, të them drejtën. Unë nuk jam adhurues i luftrave dhe luftat mbetin mjeti i fundit, ndonse demokratik, për zgjidhjen e problemeve. Tani kjo ka qenë ndodh shumë më herët, për arsye se ekzistenca e këtij problemi është qyshherët. Unë po përmeni vetëm vitin 1953, që në fakt është edhe më herët se në vitin 1953, që nga vitin 1928, nga lindja e islamit politik. Por në vitin 1953 kemi një tubim të vllazërisë muslimane në Jerusalem që kanë marrë pjesë nga tërë bota, dhe aty për herë të parë pra është vendosur nga vllazëria muslimane dhe nga ideologë tjerë të islamit politik që mos ta njohin ekzistencën e Izraelit. Pra këtu fillon problemi politik, thujase dhe ushtarak, dhe natyrisht që Izraeli ka qenë i vetëdijshëm për këtë situatë, dhe që nga kjo datë ai, pra me vëmendje të veçantë dhe nga aspekti shërbimeve sekrete të tij, ka përcjellur çdo hap të zhvillimit të vllazërisë muslimane, po e theksoj, dhe të kategorive tjera avangarde pastaj që në kohë janë zhvilluar. Por kush është në fakt ideologu, si ka filluar vllazëria muslimane në përgjithësi, pra ky konflikt na çon në gjenezën në fillimin e vllazërisë muslimane, sepse ajo qëndron prapat gjitha këtyre skenave dhe vetë Irani është i motivuar pikërisht nga modeli i vllazërisë muslimane dhe sidomos nga dy ideologët kryesorë të saj. Pra, në vitet 20-ta, Egjipti ishte, si thon, nën ambrellën e Mbretërisë së Bashkuar. Dhe aso kohë, në vitin 24 kishte përfunduar dhe kalifati, ose më mirë me thonë edhe Turqia, pra ishte në sundimin e Ataturkut dhe po përfundonte një erë e islamit, e mbretërisë islamike, perandorisë islamike, sido që ta quani. Dhe tani në Egjipt aso kohë kishim një mbretëri ta quajtë korruptuar, dhe pse me origjinë shqiptare ka qenë Faruku, por ishte i korruptuar dhe si them, nuk interesonte shumë problemi i fshatra, problemi i popullsisë.
Pra të ndryllur nga gjitha këto aspekte, disa nga intelektualet e kohës, si Hasan el-Banna, pra i cili ishte mësimdhënës, kishin ngrit zërin për ta ashtu quajtur reformimin e shoqërisë tyre. Pra unë tani po flas në dy aspekte. Pra ata e qunin reformimi, ndërsa tani unë po e quajn nga aspekti perëndimor indoktrinimin. Me reformimin, Hasan el-Banna nënkuptonte pra reformimin e njeriut në radhë të parë të personit nga aspekti islamik. Pra ai u rikthye, si të them, në të partë e profetit Muhammed, pra në salafet. Pra salafizmin e shihte si metodë dhe ai mendonte se vetëm Islami mund t'i jep përgjigje lirive të njeriut dhe të gjitha nevojave shoqërore të njeriut. Pra shoqëritë materialiste, siç i quante ai në atë kohë, ose si themin e shoqëritë kapitaliste, sipas tij ishin shoqëri të degeneruara, të cilat pra kishin për qëllim vetëm shfrytëzimin e shoqërive tjera, por jo dhe ndarjen e drejtësisë dhe të mirëqenies sociale. Pra, thjesht në vitin 1928, pra Hasan el-Banna me një grup shokësh të tij kishin themeluar për herë të parë pra vllazërinë muslimane. Pra, ju përmoni, ndje se po e ndërpres, ne kemi të bëjmë një konflikt jo politik dhe ekonomik, por fetar. Tani, në Kosovë dhe në Shqipëri shpeshherë flitet se a ka islam politik apo nuk ka, si duket apo ku e ka gjenezën. Unë jam pikrisht sot këtu për të dëshmuar se jo vetëm që ka islam politik, por ka dhe autorët e saj, ka dhe një manifest. Pikrisht pra, Hasan el-Banna është autor i disa librave, por edhe autori një libri Teokracia Shariatit, për ata që kanë lexuar, dhe aty janë të vendosura 50 pikat e tij të njohura që realisht janë pra baza ideologjike e islamit politik. Pra thjesht ka islam politik dhe islami politik fillon këtu. Thjesht parimi kryesor pra është reformimi i individit sipas el-Bannës, dhe në qoftë se ne reformojmë individin, pastaj mujmë familjen, pra të gjithë, dhe në qoftë se e reformojmë familjen, mund të reformojmë shtetin, pra me reformim sipas tij gjithmonë sipas parimeve islamike, dhe nëse tani e kem reformuar dhe shtetin, pra mund ta fusim në ombrellën e islamit tër globin. Pra qëllimi përfundimtar është pra dominimi i shariatit në tër planetin dhe njerëz të jetojnë sipas shariatit. Pra ky është fillimi dhe baza e vllazërisë muslimane që sot prej asaj dite deri me sot pra qëndron prapa të gjitha ndodhive që sot po bën në emër të fesë. Lejon vetëm edhe pak të shtjelloj në këtë çështje. Ai pra si misionar kishte aso kohë kishte vizituar mbi 3000 fshatra të Egjiptit nga 4000 të tilla që ishin. Dhe pikrisht pra ai po propagonte këtë mision të tij në fshatra, sepse fshatrat ishin më të goditura. Pra shoqëritë e korruptuara ose pushteti i korruptuar ishte koncentruar në qytete, atje ku i ka farefisë dhe adhurues të saj. Dhe këto ideologji pikrisht pra lindin tek shoqëritë e korruptuara, sepse zakonisht ato shtresat fshatare dhe shtresat popullore i lanë pas dore dhe koncentrohen nëpër qytete, në vende ku e ushtrojnë fuqinë e tyre të pushtetit. Pra, kjo ka ndodhur edhe atëherë, kjo ndodh edhe sot. Pra dhe ky si i tillë me programin e ri të islamit politik, prioritet të parë kishte parë formimin e të ashtu quajturve organizatave bamirëse. Pra ne duhet ta dallojmë këtu edhe sot, sepse parimi është i njëjti edhe sot ku ka organizata të ashtu quajtura humanitare nga shoqëritë islamike, 99% të tyre nuk janë
nuk janë organizata humanitare, por janë organizata bëmirëse që i shërbejnë një qëllimi të caktuar dhe që i shërbejnë përvetësimit të klientelës së vet. Pra, kjo duhet jetë e qartë kudo që ndodh dhe sidomos duhet jetë edhe sot e qartë për shoqërinë tonë. Pra, kishte formuar organizata bëmirëse që po grumbullonin mjetën aso kohë, kishin ndërtuar spitale, qendra për pleq, pra kishin propagonin rregullimin e klubeve sportive, pra sepse si edhe pastaj edhe sipas Said Kutbit, po dhe sipas profetit Muhammed, pra trupi është një obligim për ty ose për vetveten, konsiderohet se fiziku i mirë, njeriu me fizik mirë është edhe besimtar i mirë, sepse ai përkujdeset pastaj për familjen dhe për çështjet shtetit e shoqërisë e tjera. Ky është një parim. Pra, klube sportive, shoqata bëmirëse, organizim të tryezave të intelektualëve të kohës e tjera. Pra, këtu fillon koncepti i Hasan el-Bannës dhe koncepti i zhvillimit të vëllazërisë muslimanes dhe parimit të islamit si formacion politik tani e tutje. Pra, me këtë desha me el-Bannën ta përfundoj dhe pastaj kemi strategun kryesor, njeriu kryesor i cili me kohë zhvillon strategjinë e el-Bannës. Pra, dhe këtu kemi bën me Said Kutbin, gjithashtu pjesëtar i vëllazërisë muslimane, ishte një gazetar i shquar i kohës në të gjitha mediat kryesore të Egjiptit, ishte kritik lehtar, ishte edhe pjesëtar i një partie nacional-liberale vafte quajtur në Egjipt, ishte ministër i arsimit, ushtronte disa funksione dhe në fund kishte shkuar edhe në Colorado të Amerikës, pra e kishte shkuar në aso kohë të thënë qeveria e shtetit të Egjiptit, kishte për të reformuar arsimin në Egjipt, por ndodhe e kundërta. Pra, ai jo vetëm që nuk i admironte shoqëritë demokratike, por në Amerikë kishte formuar një koncept krejtësisht tjetër dhe mendonte se pikërisht janë shoqëritë demokratike ose materialiste si quhen ata, këto të cilët kanë për qëllim degenerimin e shoqërive dhe sigurisht janë kundra vlerave fetare dhe kundër Zotit. Pra Hasan, jo, më falë se tani e gabova këtu, pra Said Kut pra është strategu kryesor i zhvillimit të idesë Hasan el-Bannës dhe të idesë së islamit politik. Pra ky shkon përtej Albannës dhe ky thotë se ne duhet ta zhvillojmë parimin e salafizmit. Pra, salafizmi duhet të jetë metodë të zhvillimit të politikës dhe të reformimit shtetit. Dhe për arritjen e caqeve të tyre, ai tani po konsideronte se është të e rëndësishme që të zhvillohen dhe njësi avangarde. Pra fjala është për njësi ushtarake. Dhe të them të drejtën, të gjitha njësit ushtarake të mëvonshme janë pra fillojnë ose nisën piknisje e kam Said Kutbin si Al-Qaida, si ISIS, si Gama Islamia, si Al-Jihadi, si Hamasi edhe të gjithë të tjerët. Pra, unë folet tani për këta dy ideatorët si thëmë, e vllazërisë muslimane, e cila në fillim pra kishte vështirësi për përhapjen e saj, ishte përhap vetëm në Egjipt, ndonse Gamal Abdel Naseri, ose Naseri siç njihet në Kosovë, pra ish kryetari i kohës së Egjiptit, pra edhe ai kishte qenë vetë pjesëtar i vllazërisë muslimane, pra ai i kishte varë që të dy, pra edhe el-Bannën dhe Said Kutbin. Por do theksuar se ai kishte ofruar Said Kutbit një amnesti dhe ai kishte refuzuar këtë amnesti sepse thoshte që fjala ime do të mbetet më fuqishme te populli në qoftë se unë nuk pranoj mëshirë nga një qufar ose nga një jo besimtar. Pra,
definitivisht dua të them që me vdekjen e këtyre dyve, pra jo që nuk u shuaj, edhe pse me mijë njerëz të vllazërisë muslimane ishin burgos në atë kohë, pra jo që nuk u shuajtën këta, por kundrazi, burgosja e këtyre e kishte ngritë më shumë apetitin e tyre dhe rezistencën e tyre për një shoqëri sipas parimeve islame. Pra ata tani nuk ishin më prezent vetëm në Egjipt, por 10 vite pas ishin prezent në shumë vende të botës dhe tani operojnë me mbi 80 vende të botës kudo që edhe në vendin tonë. Pikërisht më dolët tek pyetja që do bëja tani, që duke qenë se ju tha që operojnë në 80 vende të botës. Pse për momentin kemi vetëm Iranin që është në konflikt, pra në luftë hapur, ndërkohë që nuk ka reagime nga shtetet e tjera ku mund të jetë shtrirë vllazëria muslimane? Çështja është unë përmena atje në Yemen Nawaf Safavin, pra Nawaf Safavi ishte një iranian dhe ai kishte marrë pjesë në atë kongresin ose në ligën e gjithë mbar botërore të muslimanëve ose të vllazërisë muslimane në Jerusalem në vitin 1953 dhe deri në atë kohë koncepti ose më mirë me thonë problemi i Palestinës ishte problem nacional i arabëve. Pra Nawaf Safavi, ky pers, ndonë se kishte kry shkolla sekulare të Gjermanë në aso kohë që operonin në çështje armatimit në Iran e tjera, pra ky e solli për herë të parë problemin e nacional të arabëve, problemin e Palestinës në problem mbar islamik. Pra që nga atë problemi i Palestinës pra konsiderohet si mbar islamik. Tani diferencat në mes të shizmit dhe sunitizmit pra kanë ekzistuar me kohë dhe këto ekzistojnë që nga koha e vrasjes së Aliut thjesht dhe pastaj ato ndohen pak më qartë gjatë historisë. Dhe sigurisht që njëna palë konsideron shpeshherë tjetrën si jo burimore, si jo fetare. Ata ka një histori rreth këtyre çështjeve, por sot nuk mendoj që është as koha dhe as tema. Në atë drejtim këto kanë divergjenca, monarkitë kanë divergjenca të mëdha, pra i frigohen njëra tjetër. Por që tani Nawaf Safavi dhe vllazëria muslimane për herë të parë si them e shkriu këtë dallim. Pra vllazëria muslimane thjesht funksionon si e gjithë mbarshme. Është e gjithë mbarshme, por nuk u përket vetëm sunitëve, edhe pse sunitët dominojnë tepra, u takon të gjitha kategorive islamike. Pra për herë të parë arriti vllazëria muslimane që qëllimin islamik si me thonë ta ngrit mbi divergjencat fetare dhe sektare që ekzistojnë në islam. Ai ishte vrarë nga regjimi i Shahut në atë kohë, pra në Iran, por që disa vite pas, pra sepse ata kishin vrarë dhe Al-Sadatin, kryetarin e Egjiptit, dhe përgjegjësinë për këtë kishin marrë salafistët e ri si Gama Islamia, një grup gjihadiste, dhe Al-Jihadi, dhe në këtë kontekst pra ishte ekzekutuar dhe Safavi, por që disa vite pas, pra në vitin 1979 ishte zgjedhur dhe si them prisi i ri në Iran i revolucionit islamik pastaj në vitin 1979, pra me ardhjen e Khomeinit, se kemi tani edhe këtë Khomeinin matrisa e tjetër që ka qenë, dhe Khomeini pra ose shteti islamik, revolucioni islamik si parim ka vendos islamin, pra udhëheqjen sipas sheriatit, që është në përputhje deri diku të plot me konceptin e vllazërisë muslimane. Pra kjo është e shkurt dhe Irani derisa të ekziston, ky pushtet pra ka për të operuar në këtë mënyrë, pra sipas sheriatit dhe që në nënshtrimi i botës, pra para Zotit dhe para sheriatit, sipas tyre gjithmonë, dhe mos ekzistenca e Izraelit. Por që në fakt, nëse ai do të arrinte shtrirjen e tij më të gjerë dhe armatimin e tij, nuk do t'i akcepton edhe shtetet sunite, jam shumë i bindur që do të krijonte një kalifat sipas parimit të tij. Pra,
kjo është çarkja e ndikimi i vllazërisë muslimane në botën islamike dhe pastaj zgjimi i apetiteve të shteteve të grupeve të ndryshme për arritjen e këtyre caqeve sipas konceptit të Elbanës. Qëllimi i vllazërisë muslimane është zhduke e Izraelit. Qëllimi i vllazërisë muslimane është që bota tër globi në fund pra duhet të sundohet nga ligjet e shariatit, nga ligjet e Zotit. Pra të tjerë nuk duhet të ekzistojnë. Në qoftë se ka prej atyre që nuk e pranojnë këtë parim, pra ka ligje tjera sipas tyre, duhet jetë ligji i shpatës. Me që e qele tani këtë pyetje, me që e hapi këtë pyetje, të them kështu. Pra vllazëria muslimane në gjirin e saj pra kishte njerëz shumë të fuqishëm, kishte dhe miliardera në brendësinë e saj në byron politike. Dhe pas vdekjes së Kutbit sidomos pikërisht erdhi shpreha i propozimit i tij krijimi i njësive militare, thjesht avangarde, të cilat do të operonin në vende të ndryshme, eventualisht do të krijonin pra dhe shtetet e tyre dhe për të arritur qëllimin përfundimtar mbi gjithë globin. Por synim kryesor që të kem parasysh gjithmonë e kanë demokracinë. Pra problemi kryesor është demokracia. Pra mbi këtë parim është ngritur Al-Qaida, është ngrit nga 3 njerëz ose nga 2 spaku të cilët kanë qenë pjesëtar të vllazërisë muslimane, tani Ayman Zawahiri për shembull dhe Abdullah Azam nga vllazëria muslimane ishte dërguar në Afganistan për të ngritur xhihadin, ndërsa Zawahiri ishte i burgosur politik dhe pas burgut pra kishte shku prapë në Afganistan për ta ndihmuar, dhe Bin Ladeni i cili kishte mbaruar studimet në Jeddah dhe ishte një adhurues i tyre fillimisht, por që kishte shpreh dëshirën që t'i bashkangjitet grupit dhe thjesht këta 3 njerëz që përmend janë themelues pastaj të Al-Qaidës dhe prishi i tyre ishte zgjedh Bin Ladeni për shkak të pasurisë që posedonte, konsideroi se kishte dikun në fondin e tij të trashëguar nga babai i tij dikun 30 deri në 80 milion. Dhe këtu domethënë fillon edhe pjesa tjetër e strategjisë së Kutbit, pra themelimi i njësive avangarde për realizimin e islamit politik me këta 3 njerëz, me Al-Qaiden. Tani duhet të them diçka krejtësisht tjetër me që e përmend Al-Qaiden. Unë them se perëndimi është treguar shumë jo i suksesshëm ndaj këtyre çështjeve. Pra, ndonë se Amerika kishte 12 shërbime sekrete që në çdo hap po përcjellin, pra ju dasht CIA dhe shërbimeve tjera amerikane plot 9 vite pra për të ardhur deri te eliminimi i Bin Ladenit. Tani ndoshta do dukem pak qesharak se po e them këtë se nuk jam populist, por do të thonë ka një reakcion, pra nuk ka nuk ka aksion për parandaluar gjithmonë çështjet me kohë dhe herët, por pritet gjithmonë diçka e madhe dhe pastaj reaksioni të jetë i furishëm. Pra, thjesht Bin Ladeni dhe Al-Qaida ishte e hapur dhe ajo po pretendonte dhe pikërisht këtë që po e bën Irani sot, pra. Konstruktimin, pra ndërtimin ose thëmë të bombes atomike. Dhe kur shërbimet amerikane kishin kuptuar këtë gjë, pra ato tani ishin vërcull, si të them, me gjitha mjetet e tyre për zhdukjen ose eliminimin e Bin Ladenit asaj kohe. Dhe unë t'ju them të drejtën se kjo ka zgjatur mbi 9 vjet, derisa atëherë sa Al-Qaida pra arriti që në palcën e inteligjencës dhe në palcën, si thon, e sistemit kryesor të Amerikës në Pentagon ta godet. Pra tek atëherë u arrit pra një sukses për si them për eliminimin e Bin Ladenit deri diku shpartallimin e Al-Qaidës dhe pastaj vjen edhe të avangarda tjetra të ISIS-it. Zoti Gashi, me gjithë këtë panoramë edhe shpjegim të qartë edhe të thjeshtë për gjithë publikun për ta kuptuar, pyetja që vjen është që çfarë ndodh tani në vazhdim në gjykimin tuaj? Ky konflikt, kjo luftë që ka nisur mbyllet shpejt, do të vazhdojë, do ketë përhapje për fshirjen e aktorëve të tjerë? Lideri suprem i Iranit sot ka deklaruar që tani filloi lufta. Pra,
nisur nga e shkuara dhe ajo që po ndodh tani, ju si mendoni si mbyllet do jetë shpejt, do vazhdojë dhe si mbyllet? Kjo është pak sa e Të lutem, po mund të përfshini edhe Turqinë në analizën tuaj si e shihni? Është pak e vështirë kjo çështje sepse disa herë gjatë historisë disa regjime dhe disa shtete kanë menduar se e kanë zhdukur vëllazërinë muslimane dhe potencialin e saj. Kanë burgosur dhe kanë vrarë me mira prej tyre dhe në shikim të parë është duk se është zhdukur, por fatkeqësia është se ajo jo që nuk është zhdukur, por në secilën herë ka dalë më e fuqishme. Pra, dhe tani pikërisht për shkak të këtyre ndodhive që përmena e operon mbi 80 shtete të botës dhe në Turqi. Në teritorët time. Tani kemi një luftë, unë përmena që është momenti i fundit që do duhet të parandalohej pra zhvillimi i raketave atomike, pra i atomit në. Unë nuk besoj që në këtë mënyrë kjo çështje do të përfundon. Mund të shkatërrohet komplet Irani, por problemi nuk do të zgjidhet. Pra, problemi duhet zgjidhet në mënyra tjera, tani është një preventiv e domosdoshme për ekzistencën e Izraelit, që të shtyhet për një kohë, spaku për një kohë të gjatë derisa të vjen ndonjë zgjidhje tjetër, pra thjesht ndërtimi i bombave atomike, pra krijimi i tyre, sepse ai do të paraqitet një rrezik të zhdukjes së drejtë për drejtë të Izraelit. Dhe Izraeli sigurisht që në rrethonat që ka ndodhur me shërbimet e tij ka qenë gjithmonë vigjilent, jo vetëm në fushën e zhvillimit ushtarak, por edhe në fushën e propagandimit të islamit politik. Ai ka studiuar secilën fjali kudo që predikohet dhe me vëmendje të rëndësishme ka përcjell të gjitha zhvillimet që lidhen dhe ndërlidhen me ekzistencën, po them edhe një herë me ekzistencën e Izraelit. Irani është një fuqi ushtarake, nuk është sa Izraeli, prej asaj që di unë po flas nga këndvështrimi im, por që ka një potencial të jashtëzakonshëm të njerëzve dhe të shkencëtarëve. Unë e di se për nga numri i inxhinierëve ushtarak bën pjesë në 4-5 shtetet më të fuqishme të botës, po them për nga numri në aspektin kuantitativ. Sigurisht që në aspektin kualitativ nuk qëndron kjo, por megjithatë në aspektin e resurseve njerëzore është një fuqi shumë e madhe. Dhe në qoftë se Amerika, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në rastin tjetër Mbretëria e Bashkuar nuk e ndihmojnë me kohë dhe fuqishëm Izraelin, do duket çasharake kjo, por në një kohë të mëavonshme pra do të jem si thënë dëshmitar, ndoshta na jo, por gjenerata të tjera, ose të përdorimit të bombave atomike, ose të zhdukjes së Izraelit nga faqja e vajot. Pra, Izraeli vjen keq prej shumë analistëve që atje përdoren. Vet nuk mundet me i përballu këto shtete. Tani ne kem shtete arabe të cilat po heshtin, brenda të cilave ekzistonte vëllazëria muslimane. Ato janë duke heshtur, por po heshtin sikur ajo fabula e njohur që është në popullin tonë kur breshka ja ka fshuar veshet lebrit dhe lepri i thoshte po më duhet duroj sepse kam shqiponjën mbi kokë. Pra, thjesht disa nga shtetet arabe e din potencialin e amerikanëve, thjesht i cili vetëm nga fuqia dytë botërore ka trefishin e fuqisë ushtarake, nga Kina ta marr. Përndryshe, në qoftë se nuk do të kenë ndikim më të fuqishëm të Amerikës me këtij procesi, jam i bindur që do të ketë simpatizantë dhe shtete që mund ta ndihmojnë fare let Islamin t'i kalojnë divergjencat në mënyrë të përkohshme divergjencat që i kanë. Unë nuk besoj se që do të vjen tek kjo situatë, sepse amerikanët janë të vetëdijshëm për këtë çështje, sepse pastaj do të kanoset rreziku edhe atyre dhe vetë Evropës, por që për momentin me presidentin që kem aktual amerikan, do të thonë ka pru shumë çështje në pikë pyetje. Është e qartë se është interes i vendit të tij zhvillimi i ekonomisë, por në fakt pa Amerikën vendi botëror
pra nuk do të jetë ky që është tani. Dhe në konceptin e vllazërisë muslimane, pikërisht është dhe kjo çështje në vizionin e tyre. Pra ata fituan luftën në kundra Bashkimit Sovjetik. Pra është strategjia vllazërisë muslimane, pavarësisht që kanë luftu Talibanë e shumë njerëz të rrethit, pra qëllimi i tyre është shfrytëzimi, futja atyre, se unë përdora si më thon emrin e Azam i cili ishte shkuar nga ka për luftë dhe për mobilizim. Dhe këtë luftë ka humbur Bashkimi Sovjetik në prapavi prej vllazërisë muslimane. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë humbur luftën në Afganistan. Pra, duhet thuhet qartë, pra e kanë humbur luftën në Afganistan. Dhe shumë disa nga shtete ku kanë qëndruar pra janë të humbura, pra. Vllazëria muslimane është në ofensivë dhe jashtëzakonisht e disponuar sepse po sheh rezultatet e saj. Kjo është një, dhe e dyta, koncepti i tyre pragmatik është që ne nuk duhet sipas tyre, pra, ata nuk duhet me çdo kusht mbrana 10 vjetëve ta realizojnë konceptin e tyre. Jo, ata do të thonë kishte një bashkim sovjetik ra, do të ka pas perandorit të ndryshme kanë ra, do të bjen dhe Amerika një ditë dhe do të vjen koha jonë. Pra koha tyre sipas tyre është koha përfundimtare, e cila do ta sunoj globin. Është teori idiotësh, them kështu më shkurt, por që ata veprojnë dhe janë të entuziazmuar në këtë çështje. Pra sa i përket meje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi gjitha pra Mbretëria Bashkuar, pra Britanikët do duhet sa më shpejt që është e mundur që të reagonin për të mos involvuar dhe shtete tjera se pastaj mund ndodh një kaos i madh ku nuk mund ta drejtoj askush. Por vetë lufta nuk mund t'i zgjidhë këto probleme. Që të jemi shumë qartë, pra, vetë lufta nuk ka për t'i zgjidhur këto probleme. Qëllimi është do t'ishte, unë nuk i di strategjitë e tyre për momentet, po qëllimi është që do të neutralizoheshin zonat e nxehta, shtetet që kanë potencial për armatim të tillë, dhe pastaj mundësisht me shtetet tjera arabe që janë, si të me një farë mënyrë në kooperim me Shtetet e Bashkuara dhe të shtetet tjera, të gjendet një koncept i ri i qeverisjes së tyre, i liberalizimit mundësisht të shteteve të tyre, dhe përfundimisht të zgjidhet problemi, ose ma mirë me thonë që këto shtete ta akceptojnë ekzistencën e Izraelit dhe që të bëhet një plan i ri i paqes me Izraelin. Hamasi këtë nuk e bën dhe s'ka për ta bërë kurrë, prandaj edhe është reagimi i Izraelit, sepse këtë çështje e din shumë mirë, po është për keqardhje sepse luftat po shkaktojnë dëme të mëdha, vuajtje të mëdha me fëmijë, me gra, pra janë civilistët në fund ata që po psojnë më shumti dhe kjo tani është e padëshiruar dhe për ne si qytetar. Kjo është sa i përket asaj zone atje, por tani fjala do të ishte a jem ne të goditur. Pikërisht kjo për ta mbyllur këtë bisedë me ne, si prekemi ne nga kjo luftë, por po mund të më bëni një analizë asaj që çfarë ka ndodhur në trojet tona, në Shqipëri, në Kosovë, por së paku në këto vitet e fundit me përhapjen e shumë shoqata kanë ardhur, kanë ndërtuar shumë xhami. Jo vetëm shoqata, edhe Turqia ka investuar, pra kjo është një ranë, dhe së dyti ne kemi antarët e Mekut në Tiranë, pra opozitën iraniane, si jemi të prekur ne nga kjo gjë, por edhe në tërësi nga konflikti. Pra ne këtu ku jemi? Tani kështu në terma global do të kisha ndarë në dy grupe ndoshta. Turqia vepron në një linjë të vetën, pra me qëllimet e saj neo-osmane, dhe ata nuk i fshefin fare, ndërsa çështja e islamit politik, unë e shpjegova në disa pika pra gjenezën e tij, pra vjen nga këto shtete dhe vjen dhe nga vllazëria muslimane pra përmes organizatave të ndryshme. Tani ato organizata janë dhe në Evropë,
që nga viti 1994 i kemë në Zvicër, në Gjermani, kudo që janë. Pra, qëllimi i atyre organizatave bë mirë se pra jo humanitare, është përfitimi i klientelës së tyre. Pra, janë organizata që pastaj edhe atje ku bëjnë mirë, pra i dërgojnë njerëz të tyre, pra njerëz të cilët janë të përgatitur si misionarë. Pra, thjesht nëse do të ketë të minoriteteve tjera ose jo muslimane, ku ta di unë popullat, nuk është se ndihmojnë ata shumë. Do të ndihmonin vetëm në rast se ajo ndihmë do të çonte në realizimin e aspiratave të tyre ose do të kontribonte në qëllimet e tyre. Saksisht nuk e di për Shqipëri, por e di që në Kosovë dhe në Maqedoni, absolutisht përmes misionarëve të tyre dhe përmes formave të ndryshme të predikimit, salafist dhe formave tjera të predikimit, në Kosovë dhe në Maqedoni, por tani duket në Shqipëri, ata janë plotësisht prezent dhe që një kohë gjatë janë prezent. Kjo është dëshmuar dhe me luftën e ISIS-it, pra nga Kosova kishëm pjesëmarrës më shumë për kokë banore më shumë se gjitha viset tjera. Kem investime të jashtëzakonshme të shqiptarëve në perëndim, në Zvicër, bie fjalë ndërtimi i xhamiave, krijimi i klientelës së tyre, kyçja e tyre në organizata salafiste e tjera tjera. A paraqet direkt ndonjë sulm të madh nga këto vende për shqiptarët, sigurisht nuk është në atë pozitë as Irani dhe as shtetet arabe, pra që drejt për drejt të kenë ndikim agresiv në vendet tona, por sigurisht që përgatitja e terrenit pra në afat gjatë e këtyre grupeve islamiste dhe politike, pra është një shqetësim jashtëzakonisht e madh për funksionimin e demokracisë dhe për funksionimin e kombit në përgjithësi dhe në përgjithësi për funksionimin e shtetit. Unë nuk di ndonjë rast në botë kudo që këto grupe islamiste janë formuar në vende të tjera të botës, nuk di ndonjë rast në botë që ka shpëtuar ai vend pa luftë. Ose s'paku pa luftë qytetare. Unë jam shumë i bindur në këtë çështje, sepse herë do kur do, në qoftë se këto fillojnë të zhvillohen dhe matutje që edhe në Kosovë mund të ketë luftë qytetare. Sepse këto nuk njohin asgjë përveç humbjes së tyre, kombit të tyre. Pra në fe nuk ka ajo çështja se jo je shqiptar, nuk ka vetëm një komb dhe sipas asaj kodit, kombi i humbjes së tyre është kombi islamik. Pra islami politik mandej islamin edhe si komb e cilëson. Pra jo vetëm si në nështrim ndaj Zotit, po në kontekstin politik. Kështu që rreziku është jashtëzakonisht i madh. I kemi prezent kudo që janë, i kemi prezent në universitete, i kemi prezent në polici, i kemi prezent në ushtri, i kemi prezent në përgjithësi në jetën publike dhe të them edhe një gjë tani. Dhe të them edhe një gjë tjetër, pra. Yusuf Al-Kavadari ka qenë një predikues i jashtëzakonshëm në televizionin e Al Jazeerës dhe si them një predikues dhe i vllazërisë muslimane në përgjithësi. Ai në vitin 2000, pra ku mbi 100.000 pjesëtar të vllazërisë muslimane në Francë, pra në Paris, kishin marrë tubimin e tyre, kishte deklaruar Asokova dhe shumë herë pastaj, pra shfrytëzoni ligjet e shteteve demokratike, futnu në mesin e tyre në partitë e tyre që janë më të afërta me ne. Formoni parti të reja që kanë karakter tonin. Pra, jo gjithsesi nga ana e shariatit, por që paraqiten si demokratike, shfrytëzojnë ligjet demokratike për që të involvohen. Pra, është një farë para përgatitje e terrenit të përhapjes së islamit dhe në Evropë, pra krijimi këtyre avangardave. Ne i kemi sot dhe mbrana partive shqiptare njerëz të tillë të involvuar që mbrojnë këto vlera dhe që haptas pra predikojnë këtë mënyrë.
thjesht kemi edhe emra të ri të partive që absolutisht janë shumë i bindur që nuk e shfaqin fytyrën e tyre të vërtet, por në prapavi janë parti misionare dhe që rrënjët i kanë nga koncepti i vllazërisë muslimane. Dua të them që ata janë prezent kudo në shoqërinë tonë. Ata janë prezent në familjet tona, ata janë prezent në institucionet tona, ata janë prezent në vetë shtetin tonë. Tani, sigurisht që këtu mund të ketë konfrontime nga intelektualet, nga religionet tjera, dhe kjo nuk na çon askundi si shqiptar, por unë do të kisha thirrë shtetin, në këtë rast dy shtetet tona shqiptare, që të reagojnë dhe intelektualet në përgjithësi, që zakonisht mirë për të futur në vendet tona dhe për të manipuluar në vendet tona. Pra ky është rrezik shumë i madh dhe këtë rrezik fatkeqësisht po e vren çdo ditë dhe në familjet tona. Zoti Gashon, të falenderoj shumë për bisedën, për sqarimet, për këtë këndvështrim ndryshe, të sqaruar në detaje edhe të dekriptuar thjesht për publikun për këtë konflikt që ka vite e dekada që ka nisur dhe s'dihet si do të përfundojë. Dhe shpresoj që në të ardhmen më jepni mundësinë që të komunikoj sërish për këtë çështje, duke qenë se janë aktuale edhe sikur thatë ju kanë depërtuar fellë në shoqërinë tonë duke u kthyer në rrezik. Nuk e di nëse ke një minutë kohë, por sigurisht. Tani Shqipëria ka mjaft ekspertë ushtarak të cilët pra e vlerësojnë luftën shumë drejt dhe ka dhe në Kosovë, por unë u kisha lutë këtyre ekspertëve që në televizionet kombëtare ose në televizionet shqiptare në përgjithësi, pra që të përdorin një gjuhë pak më shumë të popullit, sepse po bëhet fjalë shpeshherë për raketa supersonike, për e tjera, pra që të shpjegojnë me gjuhën e popullit, pra që këtu po bëhet fjalë për raketa që kanë disa herë të kalojnë shpejtësinë e zërit. Pra dhe raketat e cilat për shembull që tani posedon Irani dhe që sistemet mbrojtëse izraelite nuk kanë mundësi për t'i kapur. Por kjo është shumë e qartë. Nuk e kanë atë mundësi, pra ato kanë disa sisteme që raketa me shpejtësi më të vogël mund të kapin, por raketat supersonike, pra ose ato që 5 deri në disa herë, tani ka edhe 20 herë, por që tani që janë aktuale deri në 5 herë kalojnë shpejtësinë e zërit dhe varësisht prej mediumit se ku përdoren në ujë, në ajër apo për mënyrës se si lansohen ato, pra destinacionin kanë mënyra të ndryshme, prej atyre balistike, atyre lundruese e tjera. Pra do t'i kisha lutur ekspertët që të flasin pak me gjuhën e popullit, se kam bindjen që po flasin shpeshherë me një gjuhë shumë internacionale nga inteligjenca artificiale dhe pastaj s'po i kupton kërkush. Zoti Gashi, të falenderoj shumë. Me nderqofsh, faleminderit.